Egli Tako ka thyer heshtjen dhe përmes një postimi të gjatë ka treguar për gjendjen e saj pas daljes. Ajo ka folur edhe për gestin. Ja se çfarë shkruan Egli. Uroj që ky reagimi im i kërkuar aq shumë për ju t'ju ketë gjetur mirë ju dhe të gjithë familjarët. Faleminderit nga zemra që keni shprehur këtë shqetësim si për gjendjen time, ju detyrojmë shumë. Dua ta nis duke ju thënë se ndihem e trishtuar dhe e ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo zgjë të ngjashme me këtë të fundit. Kam shumë njerëz pranë vetes që po investohen me gjithçka kanë, që unë të rimbledh forcat për ta dashur veten shumë. Faleminderit Zot. Kjo që po ndaj me ju sot është ndjesi nga shpirti dhe fjalë që vazhdimisht i kam shprehur edhe brenda shtëpisë, por ndoshta duke mos i bërtitur fort, nuk kanë mundur të dëgjohen mjaftueshëm. Fatkeqësia e narrativës së historisë son mediatikisht, mendoj se ishte fakti që nuk ju dha zë, të paktën mjaftueshëm, pamjeve ku dhe mua më citoheshin fjalime, qasje romantike e konfirmime se një ndjenjë ka lindur, se ka një vlerësim tërheqje pëlqim, se shë një perspektiv drejt tek ajo e gruas të ardhmen, se s'mund të qëndronte dot larg meje e të saj sa të tjera, siç vetëm një partner ose dikush në këtë tentativë mund të drejtohet. Puthe ledhatime për qafime, prekje të ëmbla çdo lloj kontakti, qoftë nëpërmjet syve, siç një njeri përfshin në ndjenja bën, e që ka një pjesë të madhe përballë dikujt që ndjen për ty të japin shpresë. Nuk mendoj se ka vlerë të flas edhe për sekuencat ku sa herë unë distancohesha dhe mbaja qëndrim, ende pas meje, duke më thënë se s'qëndronte dot larg meje, duke më bërë të pamundur të qëndroja gjatë stoike, pasi zemra, amplifikimi dhe ndjenjat më bënin të thyhesha para tij e ta përqafoja, duke justifikuar me faktin se shumë veprime i bënte për të mbajtur aktive lojen e tij. Dhe kjo, sado që të lëndon, e mirë kuptoj. Unë nuk mundem dot t'i lexoj ndjenjat, por veprimet i kam lëngjuar si të tilla, të sinqerta. Për këtë arsye, zgjodha të qëndroja e vërtet në ndjenjat e mia, të luftoja për to, të mos i mohoja, siç dhe vetë ai më kërkonte të bëja. Por po që shumë të kuptoja lojën e tij strategjike me pjesën tjetër të shtëpisë, qoftë dhe kur ajo lojë cënonte respektin ndaj vetes time. U shqetësova dhe kujdesa më shumë për dikë tjetër dhe emrin e tij aty brenda se sa për veten, sepse e tillë jam unë kur e dua dikë, ose më saktë, e tillë kam qenë dhe shpresoj shumë duke marrë një mësim këtë herë, sepse askush nuk duhet vënë para vetes. Në fund lëndohesh ti dhe vetëm ti. Si një njeri që bën shumë për të tjerë, deri në vetmohim, tërheq narcisizmin drejt meje, e kundërta jote të tërheq, s'është hera e parë që më ndodh. Ndaj dhe jam shprehur që disa tipare më kujtojnë dikën në të kaluarën time, pa pasur dëshirë të jap më shumë detaje, sepse dua që për të mirat të flasë të këqija ti mbaj për veten time. Për këtë më duhet të sqaroja, unë jam më mirë. Çdo ditë që kalon ma bën pak më të qartë panoramën dhe mbi të gjitha nuk dua të lëndoj më familjen dhe veten time. Vazhdoj të kem ndjenja, nuk mundem dot të fik me buton, por të qëndroj në distancë më bën ta kem më të ftohtë realitetin dhe të jem më pak i ndikuar emocionalisht nga prania 24 orë në 7 ditë, që deri në momentin e daljes ishte e pamundur ta shmangja. Më ndikonte shumë emocionalisht. Malli është më i menaxhueshëm për mua se sa prania. Po merrem dal ngadalë me veten time për të ngritur më e fortë. Për gjithë momentet tona të bukura që më bën të përjetoja lumturi dhe ndjenja të forta, i them faleminderit me gjithë zemër. Për sa kohë ai dhe vetëm ai në ndërgjegje di të vërtetën e kësaj historie dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë s'do mundeshim të kishim një relacion romantik, mendoj se nuk kam arsye të takoj jashtë shtëpisë, të paktën për një diskutim të këtij lloji. Unë isha tepër në optikën e tij dhe po më thuaj shpesh fraza: "Po unë o ti në këtë shtëpi." Më bën të pamundur të qëndroj këtu, po më prish llojin time për të cilën kam sakrifikuar. Për një njeri që shkatërron lojën dhe vetëm për të mbrojtur dhe luftuar lojën e dikujt tjetër, është dëshpëruese të dëgjosh këtë fjalë. Nuk e përballoja dot më këtë si akuzë dhe shumë veprime të tjera kontradiktore. Dhe arrita në pikën ku rrugëtimi im të ndërpritej, ka shkruar në postimin e saj të gjatë Egli.